Mirëm një fermë deleve kemi. Sa copa i keni? Po janë rreth 300 krerë. Edhe në fund vitit apet thuj se ja vlen kur t'ja qesim i lopsit. Jari një kanë emigru shumica pe fshati po edhe pe i qyteteve. Po i kisha thonë rnis se mos me ja kthy shpinën do thotë adajot. Miqtë e mi, jemi me mentorin. Mentorin një djalë i ri, njëkohësisht edhe fermer. Mentor, kënaqësia jona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që keni ardhur për vizitë, faleminderit. Kënaqësi. Kur e keni fillu? Po e kena fillu që 10 vite këtë veprëmtari. Po i ka 10 vite tepër që mirëm në këtë aspekt. Po, ju jeni një djalë i ri. Po. Cilindja e dëshira dhe vullneti që me u kujdes për krerët që i ki aty brenda. Po lindi pasi që në fshat veprëmtari tjera nuk janë, domethënë që nuk mujnë me vazhdu edhe nuk ka imponu kjo punë më mirë me tu. Po kujdesni bashkërisht me familja po të ndihmon dikush? Me prind dikush? edhe vllau, ndërkohë kur ka kohë të lirë. Po, por që punën më të madhe kryesore e bën mentori. Po, normalisht. Po. Ç'është është me u kujdes për këto krerë, për këto fryma që i ki brenda Po, shtabas? ka angazhim, ka vështirësi, por kur ki vullnet edhe ja del më lehtë, do thotë. Ç'është një ditë e juve, si e filloni? Puna fillon herën në mëngjes dhe ka në pjesë ndryshme ditës që do të më mirë më kujdes për këto krerë. Sa copa i keni gjithsej? Po janë 15 krerë janë në fermë këtu. Cili u ka numri më i madh që e keni pas? Po besoj tash shumicën Po edhe. deri 20 sa i ka keshit? gjatë sezonit zverës, po tani para fillimit dimrit i kena shit dhe nuk janë shtollë në fermë. Është e vështirë kjo pjesë me u marrë me që ju jeni i ri. Më keni tregu paraprakisht edhe që jeni student në Universitetin e Prishtinës. Ma trego pak këtë pjesën, ç'është ja del? Si arri me menaxhu? Po gjatë kohës lirë do thotë që nuk kena angazhime në fakultet dhe ligjërota kujdesëm në fermë të kena punë që mirëm. Po normalisht masi me dhe me boshatic fshati u boshatic edhe me ja kthy shpinën në ka ardhur pak rënë edhe e kena vazhdu këtë lami. Jam të e po edhe objektin shtalla. Ka ndihmu dikush, e keni pas ndonjë mbështetje? Me mjeteve të anoke se këto ogje ka blej fermën, me këtë rollën këtë edhe shpinë, gjitha që ka shijen këtë. Po e ka blej se me mjeteve të anoke, për ministrisë nuk kena pas për kohë e korë thujse. Përveç gjatë subvencione u qesin njëherë në vetë, për krerë dele dhe krerë lëbëve. A mboni edhe diçka tjetër? Po i kena edhe do dele, mirëm një fermë deleve kemi. Sa copa i keni? Po janë rreth 300 krerë. Tash mentori është me dele ma shumë, apo me lup? Po me dy fermat, pjesë zitës në gjinë të këtu dhe të ferma e deleve. E tash me ju pyet sa është e lavërdishme sot me u marrë me blegtori. Po, është po ka edhe kosë të mbajtje syne, kosë financiare do thotë se ka harxhime me to plus mundje këtu gjitha po edhe në fund vitit apet thuj se ja vlen kur t'ja qesim i lopsit. Diçka del. Po. Produktet i shisni? Po, vetë shumë rrdhis shismi gjatë sezonit të verës, domethënë edhe keca e dha këtu që shkojnë, pinë gjaj. E klubve ju, a? Klubve ju. Veç me din kështu mështeri të rregull klientë që kena ndonjë. Kërkesat sa po janë? Kërkesa po, ka kërkesa ka, e konsumatorëve ka. E keni problem pjesën e ushqimit me u siguru? Po është problem valla se edhe fuqi punëtore s'ka në sezon, edhe mi kërku me komedi so thojnë nuk i nakuën, nuk për ata pak problem, po ja dolim. Po në kodet mundësive tona do të mi ja doli qysh. Po besoj që i keni edhe arat e juve, livadhet. Po normalisht, po, se pa ato s'mon edhe nuk ka do të thotë ato janë numër 1 për fermë që me i pos. Po. Ato janë kriteret kryesore. Çka ka vështirësi për gjatë kësaj pune që e bëni? Po, ka vështirësi kur është sezona vera thotë që nuk ka treshna të bollshme po. Jari një kanë emigru shumica pe fshati po edhe pe i qyteteve. Do thotë fshat qytet po edhe qytet e perëndim, do thotë në Gjermani, Amerikë ta di. A ka ndodhur ndonjëherë me ju paragjyku me ju thonë pse po merresh me këtë punë kaq i ri? Po ka pas ndoshta për shako, ama jo për serioz kështu. Se kem dëshirë kështu pak me ngutjoni tjetër. Po popullin po, populli shqiptar më dihet kështu. Për atë edhe jo ja u bona këtë pyetje. Për fund, cili kishin mesazhi yt për rinin? Po i kisha thonë rinis se mos me ja kthy shpinën do thotë adajot. Pasi shumë sa luftore dëshmur martir kanë dhënë jetën, kanë derdhë gjak për këto me ja kthy shpinën është pak e vështirë. Po. Edhe në Kosovë mundemi me jetu, me punu. Po, normalisht. Nuk do thotë vetë që kjo veprimtari, ka veprimtari tjera, profesione, angazhime në qytetin tjera lami.
Mentor, unë një dëshiroj shumë suksese në vazhdimsi e punë të mbaret pa lodhshme. Po faleminderit për josh për ekipën tuaj për vizitën në firmën tonë. Jo rej suksese në karrierë. Mi kam mi 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam shpe. Delet edhe dhitjen ma të avancume se njarës. Po për dalim për tyne këto kanë avancu për anesh. Se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtorit që ka sot është i pa punëtorit. Se këtu ki përfitimet mojo. Se një punëtor me moj mujora i të hani pjesë, ti hani edhat. Ne jena rritni për lufta dhe do vdesim në për lufta. 5 këndërbeju tek ne jena në lufta. Përshëndetje miqtë e mi nga unë Adeja. Sot ko marrë në fshatin Krylev me taku fermerin Ramush Cakulli, i cili kujdeset për mbi 200 dhi dhe dele. E sa është e vështirë puna ati? E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Bas Ramush, a e lov? Ja fort. Qësh po ka lën? Mirë faleminderit. A lojmë të dritë prej qampe, beso. Jo vesh kiç ka tu dëshin ka. Ja, qështë bëll shkaj, për qështë së më ka ndodhë me mjek. Shumë për qështira e mbelga, qajnë këta të shorit. Shorit, ta dy në belga, po. E qështë të s'pë delë bëll 1/4 i ke marrë? Po duan se për shkak e gërsira natyrore që ka. Uj që, po do një normal këta. A tregon me qka mirë, edhe pse veç po shihet, po ma në detoje. Na në katon jena fshatit Krylev, mirë me blektari, kemi dele, kemi dhi. Mi kam mi 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam shpe, keca që shtojnë. Kam edhe kindja të shpia, diku një 30 tupa, me që të e na marë prej kohës, sidomos për i mas luftës se kem, që me thonë, funksion këtë punë, jena duke mundur të arriti me numër në tyne. Po shkojnë amin zonë delet se janë hinë të këtë huja. Po, hinë, na bojnë zaror dhe një i rrugë. A po me si punëtore? Jo, me qëfar punëtore. Sa për i të tuce, a për të Na shpeqa? mojna vetën se demi po të punëtore. Se me kënë kujdesesh? A? Me kënë kujdesesh? Vetën. Veç vetë? Dhe vetën. Që sofa? Dajmë që dikun që minis atë vetë të vetën, jam vetën familor. A jeton edhe veta? Po. Kam vllaznin aty në animojnë ka pak, kam 2 vllazni këtu. Fmi, gru? Jo, jam e përmartuar. Ma pak të loshe. E pse? Ma pak të loshe po thu, me kom pa martua? Po, ma pak të loshe. Po pse mërë po kënosë që është i martu? Nej se pak obligime ki po. Valloj, kila na dëllin, thes, s'ki nevoj për punëtor si ki qëndë. Po, Po edhe po zërë me gjithë punëtor. po dhe nuk janë ndershëm. Nuk o punojnë punën ashtu si shduhet edhe nuk ki llogari. Se një punëtor me moj mujora i të hani pjesë, ti hani edhat. A si a beson punën si vetë, a? Po, krejt. A beson punëtorit? Si Ja, vetë? nuk më nja beson, se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtori që ka sot është i pa punëtorit. Është i pa punëtorit.